Për herë të parë u kontaktova nga banorët e lagjes Skënderbej në Lezhë në gusht 2023. Ankesat e tyre i adresoheshin fabrikës INCA, e cila përpunon mbetje shtazore dhe si pasojë e këtij aktiviteti ndot ambientin me shkarkimet në ujë dhe në ajër. Ajo që përjetova kur u përpoqja të vizitoja fabrikën, vetëm sa më bindi për shkallën e problemit, një aromë bytëse që fliste më shumë se të gjithë ata që përpiqeshin ta mohonin. Përfaqësues të INCA më tha në telefon se aroma e rëndë më ishte dukur mua, pasi aromat ashtu janë perceptive. Ky argument duket se e kishte ndihmuar biznesin për ta vijuar aktivitetin, pasi të njëjtin argument dhe të njëjtën fjalë më konfirmoi edhe drejtuesi i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Bardok Froku. Aparatura për matjen e aromave nuk ka laborator në Shqipëri që mat aromat. Aromat janë perceptive, tha ai si justifikim për mosveprimin e AKM-s. Një vit më pas, në shtator të 2024-s, një grup aktivistësh ndërmorën një nismë më të gjerë për të angazhuar qytetarët e Lezhës, pasi aroma e keqe nuk ishte dhurat veç për atë zonë, por përhapej edhe përtej në qytet. Rreth 1700 qytetarë të Lezhës firmosën të ashtu quajturin peticion kundër fabrikës Qiqelb, i cili u dorëzua institucioneve përgjegjëse për mjedisin, shkruan prapaskena. Më 12 tetor me banderolën Na morët frymën, qindra e qytetarë mashtruan nga fabrika INCA deri në qendrën e qytetit Lezhë. Pasi nuk pati reagim nga kompania apo autoritetet lokale, më 23 tetor aktivistë dhe qytetarë të Lezhës e sollën rezistencën e tyre para dyerve të Ministrisë së Mjedisit në Tiranë. Ministria premtoi se do ta shqyrtonte problemin dhe do të propozonte një zgjidhje për gjitha palët e përfshira. Kërkova vazhdimisht komente me telefonata dhe email nga INCA-ja. Në një prej tyre, koordinatori i përgjithshëm Drini Zusi më tha se kompania bazohet 100% në ekonomi qarkulluese dhe që të akuzojë kompania kryesore e mbrojtjes së mjedisit në Shqipëri për dëm mjedisor është absurditet. Por dy kontrollet e AKM-s zhvilluar një ditë pas protestës para ministrisë e gjetën fabrikën në shkelje sa i takon derdhjes së ujrave në kanalin Ujmbledhës. Analizat e AKM-s të marra në dy orare të ndryshme të datës 24 tetor treguan se shkarkimet ishin te normave të lejuara dhe për këtë u vendosën 2 gjoba nga 1 milion lek, si dhe pezullim aktiviteti. Kërkesa ime për koment nga kompania nuk gjeti përgjigje. AKM-u kërkoi autoriteteve lokale të zbatonin urdhrin e saj për pezullim aktiviteti, por pavarësisht komunikimit të vendimit, kompania vjoi normalisht aktivitetin. Nuk kanë vullnet ta zbatojnë vendimin, tha aktivistja Arilda Leshi, nismëtare e peticionit dhe protestave. Leshi tregoi se kishte pasur komunikime me policinë, u sjellës kanalizimet apo inspektoriatin e mbrojtjes së territorit, por që prej tyre kishte marrë justifikime. Policia tha do t'i mbledhim institucionet dhe do të bëjmë diçka. Nuk ndodhi gjë. Ujësiellës kanalizime tha ne s'kemi lidhje me këtë punë, thjesht e kemi bërë një lidhje ujë për nevojat e punonjësve aty, ndërsa këta të IKM-s thanë nuk kemi mjete, përmblodhi Leshi. Por pavarësisht se nuk gjeti zbatim, vendimi i AKM-s ishte një fitore e pjesshme për banorët, pasi konfirmoi se ata kishin të drejtë për pretendimet se fabrika ndoste mjedisin. Leshi, e cila ndan një konsiderat të ngjashme, më tha se rezistenca do të vijojë. Ajo më tregoi se po planifikojnë protesta të tjera në janar, e se çështjen ja kanë kaluar edhe prokurorisë. E fundit fare, do fillojmë të bëjmë çdo ditë protesta tek fabrika për t'i bllokuar punën. Ky është plani, përmbledh Arilda Leshi. INCA zotrohet nga Alban Zusi, një sipërmarrës i njohur në industrinë e përpunimit të produkteve shtazore. Kompania rezulton të jetë mbështetur nga qeveria shqiptare dhe Bashkimi Evropian përmes skemës së financimit nga programi i PARD 2. Ajo përfitoi rreth 670.000 euro para publike nga 1.3 milion euro investim për pajisje dhe makineri të fabrikës, e cila u përorua më 16 shkurt 2020 me prezencën e Bledi Çuçit, aso kohë ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural. Zusi ishte zëvendës ministri i bujqësisë në mandatin e parë të qeverisë Rama. Ai ushtroi detyrën në kabinetin e ministrit atëhershëm Edmond Panariti deri më 30 shtator 2015, kur u tërhoq për arsye personale.